Hej, përshëndetje, mirë se vini në ditën e 4 të serisë së Krishtlindjeve. Sot do të ndaj me ju këtë model kaq të bukur dhe super festiv. Qëndroni deri në fund të videos për t'ju treguar edhe si ngjis thonjt preson me ngjitset adezive. Pasi kam vendosur bazën, i kam tharë në furrë për 2 minuta dhe kam vazhduar me këtë ngjyrë kaq të bukur me magnet, perfekte për sezonin e festave. Për dizajnin jam frymzuar nga Pinteresti, ku kam krijuar disa vija të kuqe të holla dhe nga 2 fjongo për secilën dorë. Kam vendosur shkëlqyesin në të gjitha thonjt dhe i kam tharë në furrë për 2 minuta. Thonjt doren kështu dhe unë po i bëj gati që t'i ngjis. Të gjitha mjetet e aplikimit janë të përfshira në set. Thonjt duhet të jenë të pastra dhe të prera. Shtyjmë kutikulat, limojmë pak sipërfaqen dhe përdorim baferin. Më pas pastrojmë pluhurin me pecetën e alkoolit, zgjedhim ngjitsen adezive që i përshtatet çdo thojë dhe e ngjisim mirë në thua duke e shtypur. E heqim letrën e hollë sipër ngjitses, marrim thojën e duhur dhe vendosim sa më afër kutikulës që të duket sa më natyral. Do e shtypim mirë dhe e mbajmë kështu për 15 deri në 30 sekonda. Kështu vazhdojmë me të gjitha thonjt me radhë dhe ja rezultati, kaq të bukura dhe super natyrale. Unë sot kam përdorur ngjitset adezive sepse dua t'i mbaj për pak ditë, por ju mund të përdorni shumë mirë edhe atakun që vjen në paketim për një qëndrueshmëri shumë më të gjatë. Faleminderit që më ndoqët deri në fund. Na presin dhe shumë modele festive, ndaj mos harroni të qëndroni me mua. Shihemi nesër.